E po vllai ma duhet na tregoj atëherë se ku janë rregullat. Ai është vllai. I ka treguar po s'ke dëgju. Jo, se s'ke qenë. cilat rregullat janë nominimit kok-kok me zbatu tjetër ide kreative të paktën, se unë dua të dal kok-kok me atë. Keni kohë, po besaj. Tani ishte momenti. Do të vazhdojmë me nominimet e para. E ftojmë Dolçen në dhomë të rrëfimeve. E para. Duhet e t'ja vash të e kam. Erda! Përshëndetje, Dolçe. Mirë mbrëma. Po duke shumë bukur. O, shumë faleminderit. E ke menduar dy emra, dy arsye? Po. Kush janë ata? Nailiri dhe Klodi. Nailiri dhe Klodi. Dhe arsyeja? Se kam lidhur më pak, kemi ndojtë edhe më shumë më pak bashkë. Edhe nuk më kanë dhënë mundësi, do me thënë. Nuk E kuptoj kur dikush do të të afroj afër vetes, ose do të të mbaj distancë. Ndoshta s'ju ka jep vetë mundësi, sepse je përqendruar diku tjetër. Jo. Gjithsesi quhet, faleminderit. Ta quhet. Grazie. Mund të kthehesh. Ciao. Arrivederci, ciao, arrivederci Roma. Londrimi, vjen Londrimi në dhomën e rrëfimit. Do. Ç'kemi? Përshëndetje Londrim. Përshëndetje Jonida, si je? Mirë, faleminderit. Jemi gati për dy emra, dy arsye. Po, patjetër. Hajde. Emri i parë është Getoari, për shkak se mendoj loja ja ka filluar tepër dinamike edhe në situatën që jena duhet me kom pak më aktivizum. Dhe emri i dytë është Lindarej, se është personi vetëm që për një mend nuk isha pas qef me kom këtë shtëpi për shkak personit lig që është. Faleminderit Londrim, mund të kthehesh. Dua. Aj, mami. Po normal me s'kish ka menua ashtu rap tap dy emra. E ftojmë shkurtën në dhomë të rrëfimeve, ndërkohë le të bëhet gati Getoari. O, loja është bo shumë interesant, ju du krejtve definitivisht. Përshëndetje, shkurta. Përshëndetje, Tike. Atëherë, dy emra, dy arsye. Edi, për shkak se ne kemi pas një debat më herët më duket shumë arrogant dhe nuk është i socializuar me të gjithë, ma shumë është i fokusuar domethënë te pjesa me Dolçen. Që kjo është arsyeja e parë domethënë që mua s'm pëlqen. Okej. A është arsyeshme kjo? Emri i dytë, po. Po emri i dytë, që patë emrin kjo çika, që tash për ta harroj. Elia, çu patë emrin. Për kë ke fjalën? Amelia, që pat emrin kjo qika... Eliona, po, kërkoj falje, se më harroj. E cika dhe arsyen më herë, duke për shkak komenteve që i ka dhonë drejt e mie, nuk më ka pëlqyer as pak, sepse edhe kur i ka dhonë komentet, i ka dhonë me buzëqeshje. E kështu që këta dy emra. Okej, faleminderit shkurta, mund të kthesh. Eja Getoar, bëu gati Sasa. Ndërkohë vjen Getoari. Jo, Sasa... Okej. Mi mbrëma Getoar. Mi mbrëma. I ke të menduar dy emra, dy arsye? Sigurisht që po. Po. Ka qenë shumë vështirë, por i pari është Klodi, se është lojtar tepër i fortë. Dhe shpresoj që ka dhe publiku e pështon. E dyta është Bia, sepse edhe ajo është lojtar e fortë dhe kontakti me to është pak më i vështirë se nuk me fol gjuhën edhe qështu. Mirë, Klod, mund të kthesh. Faleminderit. Sasa. Vetëm një gjë. Sasa futet në dhomë të rrëfimeve, dërsa le të bëhet gati kushtrimi, por mos rrini afër dhomës së rrëfimit. Kushtrim ti që po bëhesh gati për të futur brenda pas Sasës. Hello, Sasa. Përshëndetje. Si ke qenë këto ditë? Shumë mirë, kom qenë shumë mirë. Dy emra i pas ke në muajet guës, shu që... Normal, se jena ndoj edhe në kom pëse ata që kom dash me nominu, veçant nominun, tjetra është Bia. Okej, emri i parë, po. Arsyeja apo s'ka nevojë?
Po, ka nevojë arsyen. Arsyeja se nuk po më pëlqejnë gjestet edhe sjelljet e saj, edhe po kena shumë problem kur po folim në gjuhë të tjera, nuk po du mu penalizu për shkak të saj. Okej. Edhe emri i dytë është pak më i vështirë, mendova tani se nuk e kisha në mendje, po mendoj që do të jetë Klodi, sepse e shoh si një lojtar të fortë edhe pse e ka kalu një reality show, kështu që asgjë personale. Okej, mirë. Faleminderit. Të gjithëve. Bye bye. Eja kushtrim, bëhet gati Benita. Hello kushtrim. Përshëndetje. Përshëndetje. 2 emra, 2 arsye. E nominoj Klodin, për arsye që e kom posh si lejtar të mirë për fillimit edhe kjo afërsia tash me lëndrimin, po mdoket që e ka hup pak originalitetin e lojës, si lejtari vetëm. Edhe Elionën për arsye se s'është që kem ndaj farë muhabeti kështu shumë të mirë, po menaj një ditë po, një ditë jo, edhe veç pëse s'pota dikën tjetër, e zgjedha Elionën për qëtë arsye, jo që kod ndaj arsye diçka ma shumë. Mirë kushtrim, faleminderit, mund të Faleminderit thesh. juve. Atëherë eftojmë Benitën dhe ju rikujtoj që përveç Albës, Lëndrimit dhe Benitës, 15 të votuarit do t'ju bashkangjiten atyre në nominimet e para të këtij edicioni. Përshëndetje Benita. Përshëndetje, që tham? Mirë, si jete? Mirë. I ke mendu 2 emra? I ke? Po. Okej. 2 emrat me të njëjtin arsye, kam Getoarin edhe Najdirin. Okej. Arsyet janë se janë shumë pasiv në shpe, edhe po mduket që hala nuk janë ambientu mrenda, për ndryshe janë 2 shumë të mirë. Faleminderit shumë Benita. Faleminderit edhe juve. Mund theash. Vjen në dhomën e rrëfimit Ibro. Hajde për hajde. Aj. Hello, përshëndetje. Mirë mbrëma Ibro. A jemi gati për 2 emra 2 arsye? Gati jena. Hajde, shkojmë. Nominimet e mia të para janë Toni dhe Bia. Për të vetëm në arsynë që veç pedin që s'ka buka tu kur gjë, po dhe prapë vazhdojnë se t'ju pëlqen vëmendja. Faleminderit. Faleminderit për juve. Eliona në dhomën e rrëfimeve. Përshëndetje Eliona. Përshëndetje. Këto janë nominimet e tua të para. Cilat janë 2 emra të banorëve dhe 2 arsye që i çon në nominim? S'po di falloj, as s'kam me zgjedh, më fal. Nuk e ke mendu? Jo. Jo më pas po gjej, s'po di. Po ndina shumë siklet tani. Ja, na duhen 2 emra Eliona. Okej, atëherë po problemi është edhe arsyeja, tash hecëgjoj arsye. Po shife dikush si ka qenë, tash nuk di unë çfarë arsye me t'i jap sepse ti duhet t'i japësh emrat dhe arsyet. Po atëherë mendoj që kom intuit. Personin e parë që e kisha nominu është kon shkurta, jo për mënyrën se si më ka fol, ose për se e kuptoj, nashti me të vërtet u prek. Prej asaj gjëje, po nuk u kun, do me thonë, u tregu shumë e lek, mas rëfimit u kun e vetëmja që së ardhë me më full bashkë me Najlirin. Edhe ajo dhe qysh më ka prejkë, sinqerisht. U tregu shumë e dot edhe ju njerëzore. Nuk e kom prit për saj. Po e bashka gjiti pra edhe Najlirin që aty më nësive për veç. Me qëfar arsye? Me të njëjtën arsye edhe ajo nuk u kun në gjenje më shumë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, ju dua.
Mirë, me kaq, do t'i mbyllim për